Dje, ja keni ndjek besoj dhe keni transmetu dhe ju, kam dorëzu në KAS një video se si më janë marrë votat mu në qarkun e Durrësit, ku administrata Komisionit Qendror Zgjedhjeve, jo Auloni. Votat të mori PS-ja, krimi organizuar, shokët e tu, rivalet e tu. Është shumë anshme, Zhej. Unë kam dorëzu edhe kuti që Partia Socialiste i ka marrë Partisë Demokratike vota. E ka KAS-i, kam dorëzu të paktën 2 kuti, nga ato që kam parë unë. Provat i kam marrë nga KQZ-ja, se kam marrë filmimet në KQZ. Për ty personalisht, Aulon tani? Për mu personalisht, më janë marrë vota, e keni transmetu ju, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dalë në konkluzionin që Aulon Kalaja në një kuti në Sukth ka pas 4 vota dhe në proces verbal janë shënu 2 vota. Pikërisht kjo provë do të detyron të KAS-in që t'i hap të gjitha kutit, duke pas parasysh precedentin se si u hap Tirana dhe Fieri. Në një vendimarrje shumë çuditshme, për cilën unë nuk jam dakord, po pres vendimin e zbardhur që ta çojnë në kolegj zgjedhor, këta thonë që do hapen vetëm një pjesë e kutive. Aulon, ta dash të minutazh, sepse ke këtë kallë vështirë. Besoj se sqarova mirë. Dhe më kërë dhe më pesh bile për këtë. E sqarova, tu ka 2 momente. Se do të kaloj, po themi, analizën të të meqe. Ka 2 momente. Është betejë jote personale që ti ndjesh i vjedhur si kandidat për deputet nga bashk rivalet e tu të partisë, dhe pastaj kauza e dytë që të rrëzojmë të ri zgjedhor, të ndërtojmë një koncept tjetër zgjedhor, me të jam komplet dakord, kam qenë që 2008-ën, me ligje, dakord jam, por kur njëri futet në një garë, jo, disi shpërbi, kur njëri futet në një garë me ato rregulla loje, bas garës nuk mund t'i kontestoj. Po pse nuk mund t'i kontestoj? Ose në garë e sipër. Jo, jo. Kjo është e drejtë çdo kandidati, edhe PS-s. Pra ti, sepse rregullat nuk ndryshohen gjatë garës. Jo, ka mbaru gara. Në rregull. Meqe, si e gjykon këtë problemin e vogël e problemin e madh të Aulonit. Edhe situatës përgjithësi. Një parin e duhet të qartësojmë. Partia Demokratike do t'i njohë apo do të njoftë zgjedhje? Se po si njojti Partia Demokratike të gjithë derivatët e saj, se dhe këta si individ, nuk janë individ. Janë kandidat partije. Dhe të mos e privatizojmë individualisht gjithë procesin. Po. Dhe prandaj ligjvënësi ka qenë shumë i kujdesshëm për të mos e kthyer në banalitet pastaj procesin ose atë lirin që ka të bëjë me hapjen e kutive. Janë 20.000 kandidatë. Ligjvënësi nuk ka dëgjuar këtë rast Komisionin e Venecias dhe OSBE Dirin. Komisioni i Venecias dhe OSBE Diri ka thënë që legjitimoni kandidatët në proces. Me që e ke për zemër Komisionin e Venecias, prandaj ta thash. Se kam pat asnjëherë për zemër, po gjithsesi me qenë se e the ti në fundit ai nuk je dakord me Komisionin e Venecias. Institucion, ai është institucion i nderuar, konsultativ. Konsultativ. Po OSBE Diri? Edhe OSBE Diri nuk është vendimarrës. Edhe ai përsëri është... Po pyesim vetëm Ramën pastaj, se Rama është vendimar, se po... Do t'i pyesim juve tani, prandaj po neve na pyesë, normalisht... Prandaj po diskutoj për ju. Unë po ju citoj kushtetutën o zotni, prandaj po them. E ke lexuar kushtetutën që thotë çdo njeri ka drejt për një proces të rregullt ligjor? Okej. Të vazhdojmë? Po vazhdoj pra pa, a ke ndonjë koment për këtë që po të them unë? Po jo, nuk do të kthejmë ty përgjigje, do t'i kthej përgjigje Zhejit. Dhe nëse nuk pëlqen përgjigje Zhejit... Unë jam të fol me ty, jam të fol me Zhejin, nëse e do kështu. Po, fol me Zhejin. Rregull, pra okay. Duhen ta dëgjojmë. Po flasim me Zhejin. Atëherë, unë do t'i kthej përgjigje Zhejit. Po edhe unë Zhejit. Ty kur të pëlqej, ose nëse ne kemi ardhur të dëgjojmë vetëm ty, po rrim apo dëgjojmë? Jo, më edhe unë dëgjova. Po s'e ke dëgjuar burse mos kam fol akoma. Po unë po dëgjova, unë thjesht saksova se the ligjvënësi e ka parashikuar kështu. Unë thash, Komisioni i Venecias ka thonë këtë, kushtetuta ka thonë këtë, në rast se gënjej unë, ma thuaj që gënjej. Ti që si person i lirë, më vendose mua komisionin, më dërgoj gjykat këtë kushtetutën e tjera, minimalisht nuk respekton edhe që është liria ime për të folur. Unë? Ti. Unë jam gazetar, buror, o të kam respektu, unë ty o s'ka respektu njëri. Okej, ti më ke respektuar. Po, do bëjmë debat. Në qofë se ne kemi monolog e mbyllim, unë e di që Zhej ka qef dialogun. Me sa di unë. Ty nuk quhet dialog, ty zhurmus. Okej, zhurmus. Qofse ti zhurmus. Por ty, nga që s'pëlqej argumenti im, quhet zhurmus, dakor, dhe kjo është histori tjetër. Nuk ka logjik, unë po flas ti po ndryn.